kemi një numër të konsiderueshëm të punëtorëve të ndërmarrjes pastrimi, sa kam kuptuar nuk janë gjithë të rajonit Prishtinës, janë edhe të zonave tjera ku operon ndërmarrja pastrimi. Keni pas ndoshta mundësinë me i pa edhe pamkarta të cilat janë të vendosura, janë pamkarta të cilat janë puro politike, duke se janë të shkruara të gjitha prej një dore të një individi i cili ka pretenduar që përmes një shantazhi, përmes bllokimit të ofrimit shërbimit ndaj qytetarëve me kriju një kolaps në kryeqytet. Andaj ne me dëshirë tepër të madhe sot jemi takuar edhe me grupin e sindikalistëve të cilët janë zyrtar, po natyrisht kemi pranuar edhe një grup tani të dytë, të cilët janë përfaqësues të punëtorëve të cilët janë në oborrin komunës, dhe me të dytë kemi zhvilluar takime konstruktive. Ne ju kemi rikthyer edhe një herë në vëmendje atyre me të cilët kemi biseduar, që Komuna e Prishtinës gjithherë ka pas një qasje tepër serioze ndaj ndërmarrjes pastrimi. Ua kemi rikthyer në vëmendjen e tyre që ne kemi qenë e vetmja komunë, përkundër faktit që ndërmarrja pastrimi nuk ofron shërbim vetëm komunën e Prishtinës, është një ndërmarrje jo komunale, po është regionale. Ne kemi qenë të vetmit të cilët e kemi subvencionuar ndërmarrjen pastrimi deri më tani me 400.000 euro. Ne kemi qenë të vetmit të cilët kemi blerë për ndërmarrjen pastrimi 8 kamion, duke dashur që të rrisim kapacitetet e mundësive të operimit të ndërmarrjes pastrimi. Ne jemi e vetmja komunë në cilën operon ndërmarrja pastrimi, e cila e ka liru ndërmarrjen pastrimi prej obligimit për ta furnizuar kryeqytetin me kontinerë, dhe ne me mjete vetanake kemi blerë kontinerë, do të thotë vetëm brenda vitit 2024 kemi investuar dikon 2.2 milion në këtë pjesë të infrastrukturës, dhe përkundër këtij fakti jemi ballafaqsuar me probleme të cilat në fund të fundit kanë rezultuar, kanë qenë komplet puro politike. Dua ta kthej në vëmendjen e qytetarëve iniciativën e cila fatkesisht pastaj me mbështetje të opozitës ka kaluar në kuvendin komunal, ku suprimu rregulloria, do të thotë u bën një plotësim ndryshimi rregullores, e cila ndërmarrjen pastrimi e bënte të vetmen përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave në kryeqytet. Dhe tani, në ditët kur është fillu ky shantazh i bojkotit të punës, është pas që përmes këtij plotësim ndryshimit rregullores është tentuar të monopolizohet komplet ky sektor, dhe një ditë, siç edhe ka ndodhur, të vetë kryeqyteti në një situatë të tillë dhe të jetë në pamundësi për të ofruar qytetarëve pastaj shërbimin të cilin ata e meritojnë dhe që e meriton kryeqyteti. Natyrisht ne kemi qenë të vëmendshëm qysh atëherë, dhe këtë plotësim ndryshim të rregullores duke e konsideruar të jashtëligjshëm, sepse bie në kundërshtim edhe me ligjin e konkurrencës, por bie në kundërshtim edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës, ka se në një shtet të ekonomisë të tregut të lirë, siç është Republika e Kosovës, nuk ka mundësi të monopolizohet një sektor siç është sektori i menaxhimit të mbeturinave, e kur e dim që është tepër vital dhe tepër i rëndësishëm edhe për shëndetin publik. Pra ne këtë procedurë pastaj e kemi dërguar në gjykatën kushtetuese, dhe natyrisht sipas një interpretimi të zyrës ligjore e kemi konsideruar nga ai moment i pezulluar, dhe ne pastaj kemi bërë dy veprime. Në njërin anë ju kemi bërë qytetarëve të tjerë që tutje të paguajnë taksën tek ne, por në anën tjetër në dhjetor të vitit 2024 dhe në shkurt të vitit 2025 e kemi ripërsëritur kërkesën të ndërmarrja pastrimi që të vijnë dhe të nënshkruajnë kontratë me Komunën e Prishtinës, gjë e cila është refuzuar prej ndërmarrjes pastrimi. Andaj pamkarta jashtë që mundohet ta hudh fajin tek Komuna e Prishtinës, se gjaj se Komuna e Prishtinës ka bërsh ndaj ndërmarrjes pastrimi, është puro politike. Ndërmarrja pastrimi nuk ka kryer asnjë shërbim të kontraktuar nga Komuna e Prishtinës, sepse kontrata me Komunën e Prishtinës është refuzuar në dhjetor të vitit 2024, në shkurt të vitit 2025. Ne kur kemi parapa konceptin për Prishtinën e pastër, ku e kemi nda Prishtinën në 5 zona, në takimet që i kemi pas edhe atëherë, edhe me kryeshefin, edhe me sindikalistët, edhe me KFV-n në projektin e cilët thirrët ndërmarrja pastrimi dhe shpërndan shpifje gjaja se Komuna e Prishtinës ka tentuar që mos të vijë deri te kjo marrëveshje. Ne gjithherë kemi thënë që ne e kemi për obligim, është obligim ligjor, mirëmbajtja e kryeqytetit i takon si obligim ligjor nivelit komunal. Nuk i takon as ndërmarrjes pastrimi,
nuk i takon as kujt tjetër përveç neve. Andaj nuk ka mundësi me një plotësim ndryshim të rregullores e cila bie plotësisht në kundërshtim me ligjin, ne me ra viktim e një gjë të tillë, por e kemi siguruar edhe në atë kohë ndërmarrjen pastrimi që përkundër ndarjes në 5 lote, përkundër angazhimit të 5 operatorëve ekonomik privat në realizimin e synimit tonë për Prishtinën, kryeshtetin më të pastër në rajon, ne do kemi kontrata shtesë për ndërmarrjen pastrimi. Dhe ka muaj të tërë që një kontratë në vlerë prej 1.5 milion për punë shtesë, jo për zbrazje të kontinjerëve, për punë shtesë që kontribuojnë në Prishtinën, kryeqytet të pastër, për sanimin e mbeturinave sipërfaqësore nga hapësirat publike, është duke pritur për nënshkrim. Të gjitha këto nuk janë mri, sepse menaxhmenti i ndërmarrjes pastrimi nuk e ka synim pastërtinë e qytetit, synimi i tyre është shantazh dhe kjo vërtetu javën që e lam pas. Në drejtën takimin para kafshë partët me sindikatën, para këtyre me këto të punëtorëve. Thash edhe njerë, ne e bëm një... Po natyrisht punëtorët janë të manipuluar, punëtorët e din vetëm një gjysmë të vërtet, punëtorët dëgjojnë vetëm rrëfime të cilat fatkeqësisht janë narrativa të krijuara mbi gënjeshtra dhe të pavërteta. Vetë fakti që kryeshefi del në opinion publik dhe thotë që komuna e Prishtinës i ka 2.7 milion borxh, është një narrativ i ndërtuar në një të pavërtetë. Ndërmarrja pastrimi nuk ka marrëdhënie kontraktuale me komunën e Prishtinës dhe si të tillë nuk ka mundësi t'i kemi borxh, nuk kemi mundësi me pagu kërkon nga paraja publike pa pas kontratë. Kontrata është e prit prej 28 dhjetorit në tavolinë për të nënshkruar. Po ka qenë përgatitje e një terreni për monopolizim të këtij sektori për ta shantazhu kryeqytetin dhe këtë qeverisë. Me gjithë respektin për juve, manipuljem ose jo, ne kemi ankesa jashtë që ka punëtorë që janë krye familjar edhe 5 muaj nuk kanë pranuar rroga. Çka ka me komuna lidhur me këtë? Më ne dyshysh me aboni zgjidhje të paktë. Në momentin kur është votu që ndërmarrja pastrimi mos të paguhet në bazë të kontratës me komunën, se që është pagu deri në vitin 2024, ku pagesa ka qenë e sigurt, kur asnjëherë nuk është cënu mundësia e pagimit të të ardhra personale në kohë, ku ne jemi angazhuar maksimalisht që ditën kur ka ardhur fatura, po të njëjtën ditë të paguhen faturat, sepse kemi ditë gjendjet e qytetarëve, punëtorëve, e kemi ditë që me vendimin e plotësim ndryshimit të rregullores kanë nënshkruar në një farë forme krimin e vështirësive financiare për ndërmarrjen e pastrimit. Do thotë kjo e ka qenë në atë drejtim. Mirë, po ne prap nuk kemi hezituar dhe prap kemi shprehë gatishmëri për ta ndihmuar ndërmarrjen e pastrimit. Ju jeni të gjithë dëshmitar edhe qytetarë që në seancën e fundit në kuvendin komunal, kryetari i komunës e ka sjell një vendim për të votuar, për të subvencionuar pagat e punëtorëve me 300.000 euro. Dhe ka qenë pikërisht Partia Demokratike e cila edhe menaxhon me ndërmarrjen publike, ajo e cila e ka prish kvorumin dhe nuk e ka bë të mundshëm votimin e këtij vendimi. Jo, absolutikisht, nuk ka qenë e njëjta. Nuk ka qenë dedikuar për të ardhurat personale. Ajo ka qenë prap puro politike. Ne po flasim për mirëqenien e punëtorëve, ne po flasim për pagat e punëtorëve, ne po flasim për angazhimin ton që punëtorët mos ta psojnë, por ne nuk po flasim për ndihmat të cilat e zgjatin keq menaxhimin e ndërmarrjes. Do thotë duhet ta bëjmë një dallim të qartë. Ne nuk jemi me ndihmu këtë qeverisje të ndërmarrjes, e cila ndërmarrjen nga një ndërmarrje shërbyese e ka kthy vetëm në një aset politik dhe elektoral, por jemi për t'i ndihmuar punëtorët që ata mos të psojnë. Çka keni me punëtorë, që të veprojë tutja, mas t'i takima, dhe hapa pa në raportim në të dyta në. Ne i ripërsëritëm gatishmërinë tonë për të vazhdu punën me ata që janë të interesuar të punojnë edhe të ofrojnë shërbim. Ne e shprehim gatishmërinë tonë që qysh sot me një person të autorizuar në ndërmarrjen pastrimit ta nënshkruajmë kontratën prej 1.5 milion për punët shtesë. Ne u dakorduam që nëse krijohen kushtet nga ndërmarrja e pastrimit që ata të kenë mundësi të dalën dhe të operojnë dhe të kryejnë shërbimin, ta kanë 1/3 e regionit të Prishtinës, sepse tani veç i kemi të kontraktuar 2 operatorë ekonomik, do thotë nga ana jonë nuk ekziston asnjë hezitim. Ne shprehim edhe një herë gatishmërinë që të thirrim një seancë të jashtëzakonshme,
që prap ta sjellim vendimin për subvencionimin e pagave për punëtorët, natyrisht mbetet punojmë bashkërisht që ta kemi shumicën dhe disponimin në asamble për të votuar ky vendim, sepse nuk është në dorën tonë pastaj. Ju kisha falënderu, ndoshta me kaq është e mjaftueshme. Faleminderit shumë.